Atëherë të shohim pak mendimin e vajzës në lidhje me këtë djalë i cili heshtë dhe nuk reagon. Çfarë është duke bërë ajo dhe çfarë po mendon për atë dhe për vete. Sigurisht që ajo mendon se midis të dyve është edhe një femër tjetër, apo shumë femra. Pra është një lloj xhelozie e vajzës në lidhje me këtë djalë. Por nuk ka çudi që edhe mund t'i ketë ky djalë ato në të kaluarën e vet. Por të gjitha këto janë imagjinatën e vajzës, sepse letra nuk thot se ka diçka reale. Ndryshe ai person do të kishte dalë me dikë tjetër. Megjithatë, kjo është një mendje e mbrapsht e vajzës në lidhje me atë person. Dhe të shohim se çfarë bën ai konkretisht. Çfarë bën ai? Ja ku është, poshtë shtëpisë, duke vëzhgu dhe duke ditur se vajza do t'jetë shumë e nxehur pas kësaj heshtje apo pas këtij largimi të këtij mashkulli. Ciao.